الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد تجث الأفديت falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falënderojmë për ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira i pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, e falenderojmë Allahun për çdo begati që na e ka dhënë, dhe begatia më e madhe është begatia që na ka bërë musliman dhe na ka mundsuar me emri muajin e Ramazanit. Falenderojmë gjithashtu këshillin e xhamisë në krye me imamin dhe khatibin e kësaj xhamie, hoxha i nderuar, të cilët na kanë bërë ftesë për të mbajt disa minuta të përbashkëta duke kujtuar nga fjalët e Allahut dhe duke kujtuar nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar xhamatli, Ramazanin e përcollëm 2/3. Sot është taravia e 20 me radhë dhe iftari 19. Dhe këto janë argumentet të cilat Allahu Gjelle Gjelalu na i ka dërguar neve. Ayyaman ma'dudat, ditë të numruara. Ditë të numruara. Asnjë vit, asnjë pjesë prej vitit nuk e numrojna si Ramazanin. Asnjë dakik nuk ja numrojna sikur Ramazanit. Apo e vorrejnë gjithçka në dakik, gjithçka në minut. Tash ta zojna iftarin, tash ta zojna taravia, tash ta zojna ligjeratën, tash ta agjërojna si firi, e kështu me radhë. Për çfarë argumenton kjo të nderuar xhamatli? Se po shijohet çdo minut, po shijohet çdo dakik, e nuk shijohet imri post në Ramazan çashtu që shelip Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj Allahu subhanahu wa taala e ka bërë Ramazanin imrin e vërtet. Na tash po jetojna, na tashin aty jetue. Jashtë Ramazanit kanjëherë apo nuk mundesh me çujt jetë, s'është dinamike e shpejtë, është lëvizje e shpejtë, ndërsa tash po bëhet jeta e mirë. Andaj këtë jetë të mirë, të cilën po jetojnë tash, duhet me huazu nga kallopi i ditëve të Ramazanit për të shtrinjë ato jashtë Ramazanit. Andaj nuk ka prej netëve që Allahu ka thënë khairum min alfi shahr jashtë Ramazanit, nata e Kadrit. Dhe këto ditë ka mundësi mu ka nata e Kadrit. Allah na mundsoft me emrin ja Rabbul Alamin. A dini çfarë do të thonë nata e Kadrit të nderuar xhamatli? Më e mirë na e përkthejna, më e mirë se 1 muaj. Ama në Kur'an nuk është bukfalisht ashtu. Nga se arabët 1 mishin e kanë numrin e fundit. S'kan për të 1 mishit. Andaj shumë prej komentatorëve kanë thënë në tefsirin e fjalës Allahu Gjelle Gjelalu khairum min alfi shahr, më e mirë se sa pa fund muaj. Pa fund muaj. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, jeta e këndshme, jeta e mirë është jeta e imanit, jeta e Kur'anit, jeta e Ramazanit, jeta e agjërimit. Nuk ka më mirë se agjërueshëm. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur vjen te Ramazani i përvesh të durt, lidh të rripin, thot Aisha radhiyallahu anha, kur vjen te Ramazani pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ngren të rripin, për çka të kallëzue, për të treguar seriozitetin e shfrytëzimit të imrit. A e kemi shfrytzuar na çish duhet këtë Ramazan të ndëruar xhamatli? E për ta a e kemi shfrytzuar na do të më japot disa teste vetvetes. Andaj Kur'ani ka ardhur që neve të na testoje, a jemi çish duhet ajo? Çish me testu veten të ndëruar xhamatli? Vetja nuk testohet çish mendojnë plot pi njerëzve. Ramazani të nderuar xhamatli e ka kënaqësinë edhe lezetin e iftarit, e ka kënaqësinë e të takuarit me njerëzit, e ka lezetin edhe që na bashkohemi, e falim taravih e kështu me radhë. A janë këto alamete dhe shenja që Ramazani o mirë? Jo, se janë këto alamete. Alametet që na e na të shfrytzu a Ramazanin, pjesa e takvallëkut ton raport me Ramazanin. Nëse na nuk shtojmë devotshmëri, do më thanë të nderuar xhamatli, testoje vetën drejt për drejt, mos i msho periferi, drejt për drejt mshoj. E 20 taravi. E 20 taravi. Dikush thot, o gjë çish ta mati unë që jam të përfituar pikë të Ramazanit. Çe ta shumë letë ki me testue. Kur po lidhësh namaz, apo të rrihet mrena, a më mirë jashtë selamit. Cila më e mirë për ty? Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, njerëzit që kanë takvallëk, të cilët i ka zgjedh Allahu Gjelle Gjelalu,
jetën ma shumë e shijojnë mrena tekbirit se sa jashtë selamit. Do më thonë, qëtë një në për testë, qysh me e bo testin? A keni po ka test me matë temperaturën? A i mani mena të kur në i matë për Covid, hape gojë të këshirë mja ki Covid. E tash, e kije testin kur anor që ta shifësh, a jam të e shpizur Ramazanin a jo? A jam të bo musliman ma i mira po jo? Leallekum të të kun, ka thënë Allahu gjanë Kur'an, ne e kemi ba agjërimin për juve për çka? Për me ju nalë pi bukës këtë e këtë? Jo, që ju ta testoni vetën që të mërinë në takvallëket nalëta. E qish me mërije njëra prej testeve cila të ndëruar gjëmatli. Atë rrijet me Allahin, as të rrijet. Atë rrijet me Allahin, qish me e testue. Ti ki nejt pa bukë edhe pa ujë gjatë ditës, për çfarë? Për ti kallëzu Allahu Gjelalu. O Zoti i madh, edhe ujin që kam pijet, edhe e kam pjesë domosdoshme tjetës, për ti e lash, o Zot. E kur të më thirë është ti në gjami, unë e se baj e sapë, unë e mini ervije, unë e ujë s'po pi, a ka mundësi kur thire hajja alës salat mës me arë? Unë e bukë s'ka mangër, a ka mundësi kur thire hajja alë felah mës me arë? Jo s'ka mundësi. Andaj, testi i parë, mësimi i parë, që duhet të nxjerrim ne nga Ramazani, cili e të ndëruar gjëmatli, ta testojmë afërsinë tonë me Zotin Gjelalu. A jena nga të Allah i të ndëruar gjëmatli? Shiko, na mëna me ba muhabet të natën, mëna me ba muhabet sa dush, a me afërsia me Zotin ka alamete. Afërsia me Zotin ka alamete. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadith që ka nxjerrë Imam Buhariu, kur Allah i e do një rob, çka ban? E afron me farze, i kryin farzët. Masi t'i krije farzët, i kryin sunet. Masi t'i krije sunet, ban nafile. Pastaj, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pastaj të Allahu derisa e du. E kur ta du, çfarë alameti ka? Kur ta du, e qëta, që kjo Ramazan, që kjo krejt, ajo që ka në dujna me mëri Ramazana, që kjo? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, thëtë Allahu gjele në hadith kutsi. Atëher veshi nuk janin pos që ka merak une. Apo, nëse Allah të ti ta provokon muzika shpirtin tanë, si afru shumë me Zotin. Nëse Allah haramët ta provokojnë veshin tanë, si afru me Zotin. Derisa, këto ta Allahu gjatë, derisa dëgjimi i ti të bëhet vetë që kam qef une. Apo, derisa që kam qef une. Për këta syje, testoje veshin tanë. A ka agjëru veshi jotë? Qish me testu? A e do Kur'anin? A e do fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Atë rrihet namaz, atë rrihet, atë ka siklet. Kur i je më i kënaqur? A masit mirë stekbir, a masit jep selam. Kështu thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. Allahu Ekber, a mona tekbir, edhe lidhni. A je tu kënaqur tash? A ma shumë e ki bazë, qishi, na qish liromi, Assalamu alaikum, edhe na del filxani për para. E ki po filxani gavët që tu të rinë krije. Pse? Se Allah s'ke arrit me agjërim me e largue, kanë lezetin e kësaj bote. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Allahu xhelalu, i bëhet veshi i tij çka ka merak me egu, Allahu xhelalu. Sini i tij. A sini jot, a kënaqet më shumë kur amrena xhamie sa jashtë xhamie. A kur këshir haram, a kur këshir halal. Cilat e ti ma e kënaqsta? Gjua jote, kuro ma e kënaqshme? A nin siklet kur ban gibet? A nin siklet? A nin siklet? Të ndërum xhamatli, skejt dhe pineve na ka rastis dhe njëherë në dunja, me hangë diçka që s'ta ka bajt barki, edhe e nxjerr. S'ta do. Ose nëse ki hangër mos anena ta turbullon, apo? Gjunat që ka na i bojna, ata ka turbullu stomakin ndonjëherë. Me thonë, qa bona ma në gjithë këtë më katë? Thot Hasan al-Basriju, Allahu e ka përmen një besimtar në Kur'an, dhe e ka përmen shpirtin e tina. Fela u kësimu bin nefsil lawame. Ka thënë Allahu, betonan shpirtin i cili o lawame. Qka lawame? Ka thënë Hasan al-Basriju, o shpirti besimtar, i cili saher që i banë Allah i gjuna, tanë natën e kanë vetë vetën, o Zotë që ka bona, o Allah që që bona ke gjuna, falma o Zotë që ke gjuna, se për një me e bona gabim, mroki nefsi, andaj nefs qërtuës, andaj agjërimi synon, që ti komplet strukturën që ka e kije, me vesh, me sy, me goj, me shpirt, me zemër, me trup, me dorë, me kam, kret me të funksionu që shka me rakë Allahu gjele gjele. Për shka agjërove të nditën? Me të vetë njani shka sa gjëron. Pse vetë i rripa buk, që i thue? A unë i besoj Allahit. A vesh jem nuk e nina qka se do Allahu gja. Goja jeme, as uji nuk e pine se Allahit nuk do. E që shtu du të më kanë në ketë të vepra tjera. Për këtë asyje të ndëruar xhamatli, mësimi i parë nuk ban me nazon bajrami deri sa përveshët e tonë tjetë ma i dashur Kur'ani se sa instrumenti muzikor.
se sa ka të ndryshme, se sa ato këndimet të cilat neve na i provokojnë nefsin. Allahu që të ka bërë Ramazanin 1 muj ditë, kurs, shkollë 30 ditë që ti ta pastrojsh nefsin tanë. Andaj nuk kovesh me lan bukën edhe ujin. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, çka i duhet Allahit juve njani me lan bukën dhe ujin? Çka i duhet? Allahu ka urtësi me neve. Allah nuk e zbrit një ajet vetë se ka një urtësi për të cilën e ka zbrit. Andaj shiko Allahu ja pi 8 miliard njerëzve nuk i ka thirr këtë me ninue. Ka thonë ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju besimtar, juve jam të ju bë obligim xholimit. Se unë të bë këtëve. Po këtë arsye të ndëruar xhamatli, le të bëhet këtë çënja jona xhoruse. Le ta xhoron veshi, le ta xhoron syri, le ta xhoron goja, le ta xhoron kam. Për këtë arsye duhet dalim pikë këtij Ramazani çfarë? Duhet dalim pikë këtij Ramazani që ne të jemi agjërueshëm pastaj, jo me bukën. Ose ne kemi lënë veç haramin. Allah jesh Ramazan nuk ta ndal bukën. Apo, andaj kur e ka përfunduar Allahu vargun e ajeteve kuranore, çfarë ka thënë? Kur e ka përmend uhilla lakum laylatus siyam ar-rafathu ila nisaikum, ky me këtë ajet përfundon agjërimi. Minni har mas ajetit fundit të agjërimit çka thot? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Të vërtetën e ka thonë Zoti Jon Xhelel Xhelalu. Allah i thot kutsoset Ramazani, mos i hani haramat, mos i hani parët pa hak, mos bani dallavera në tregtia. Tash nuk po fol për ujin edhe bukën çka se ke bën agjërim. Ti tash ke imunitet edhe mos me hangër haram. Tash ti nuk bëhet muhabeti se ti shlun bigjoz, nuk bëhet muhabet se ti fal pas kohë namaz, nuk bëhet muhabet se ti ke agjëruar 30 ditë. Ti ke imunitet për me vepruar vepra të mira. Po këtë arsye, nëse ne agjërojmë në Ramazan pi bukës dhe pi ujit, jashtë Ramazanit agjërojna pi harameve. Që kjo mësimi i parë që ne duhet dalim pa tjetër me vesh këtë këmisht takvallokut. Wa libasu taqwa. Allah i thot teshat e takvallokit. Shiko, a ka ardhur dikush këtu pa tesha? S'ka. Apo, a ka mundësi në dënjëherë mos me vesh tesha? S'ka mundësi. Ama shpesher nuk e vesh në teshën e takvallokut. Kur dilsh shpije, thuj, o ti filan, vetë stanë thuj, haram i kimi qirkat e huja, Zoti s'do. Haram i kimi prejkë parët e huja, s'do Allahu Xhelel Xhelalu. Haram i ki e hakët e huja, ti e ki e punën tane, ti ki farzët e tua, ti ki të drejtat e tua dhe obligimet e tua. Meru me vetën tane, me familjen tane, drejtoje vetë vetën tane. Që kjo Allah po do me të mërit e Ramazanit, që kjo për lipi tyje, që kjo është e para. E ditë të ndëruar që më të li. Qëka duhet në të mësojnë për Ramazanit? Qa duhet në të mësojnë për Ramazanit? Se imri, këtë imri shka e kena në sahatën 24 orë, shumë prej njëzve kaplon për depresionit, prej ankthit, prej piklimeve, prej mërzijeve. Apo, të ndërumë që më të li, qka me ndoni ju? A kish funksionu kafja mësë më konë depresionit? A mund qelë dikush kafe, mësë më konë që njërin e kap depresionit? Shumica e njëzve dalin kafe për me hek depresionit. Dal pak thladitna, dal pak një muhabet të baj, dal pak të shoni dost. Kjo qka i bje, je depresionum, ki piklim, ki mërzi. Allahu Xhelel Xhelalu thot në Kur'an, kër e ka zbit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kur'an, që ka thënë, ma anzalna alejke l-Kur'ana li tashqa. Sa kena zbit Kur'ani me të ranu, o Muhammed, pa e kena zbit Kur'ani mu lumturue, të bash ma i qetë. Andaj Allah thot në Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Mirë, shumë për njerëzve sot dëgjojnë emisione qish me bo jetën më të mirë, qish me bo jetën më të këndshme. Harrone të ndërrum që më të li. Harroje se pa i bo ibadet Allahit mu bo jetë e mirë. Harroje. Wallahi mu bo miliarderi ma i madhë në botë. Miliarderi ma i madhë në botë. A e dini sa milionerat edhe pasanikat e vrasin vetë vetën? A e dini pse? Edhe e shkrujnë në për libra, në për romane, e vrajta vetë vetën se nuk e dija mo për çka jam të jetue. E mledha këtë pasuri, po prap njani nu dhe ma thani laftran. A në islam a ka qështu? Ja, gjithë ka e regullume. Kur ti i ban i badet Allahu gjatë, ti e ma i knashti. Tash të nërrujë të bëjnë një test. Qka me ndona? A na jena konë sot ma të lumë tër që s'kena hangë të nditën, ata shka s'kena gjëruhe. Që kusha konë ma i lumë tër? Na, s'ka për momentin, pinë në qilë, edhe në tokë, s'ka ma të lumë tërsa gjërust. S'ka njerëzit ma të knash. Kusha ma i knash të na? Hajtë gjenë njëri ma i knash të na. Wallahi atë shka i kanë miliardat, edhe milionat, wallahi se janë ma të knash të na.
shpirtat e tonë shkapërtojnë për kënaqësisë dhe lezetit dhe të mirësive, kur kush dunjos aty përjetue, veç na aty përjetue, sepse Allah thot shehru Ramadan, muaj Ramazanit, unë e kam bëket muajin e Ramazanit. Es-sawmu li, agjërimi jemi veç për Allah. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, nuk rregullohet jeta post në hijen e ibadetit. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, sa herë që ka pas një siklet, si e ka hek sikletin? Si e ka hek sikletin? Ka thonë ja Bilal, aqimis salat, thire i kametin falmi. Apo, sa herë që ka pas një siklet, e ka thirë, Bilalin ka thonë, thire i kametin falmi namaz, qetësohemi. Për këtë arsye jeta e mirë të nderuar xhamatli, po na mëson në Ramazani se është ku një ibadet. Sikur që ti u kënaq që tu agjëru, çashtu dush më kënaq tu fal, dush më kënaq tu lexu Kur'an, dush më kënaq tu dhon sadaka, dush më kënaq tu sill mirë. Sjellja e mirë të nderuar xhamatli është jetë. Sjellja e mirë është jetë. Ligjet e Zotit tokë janë jetë. S'ka më të mira se ligjet e Allahut te bareke ve teala. Të nderuar xhamatli, sa na ka nderuar neve Zoti kur na ka thënë zinajën e keni haram. Sa na ka nderuar? A dini sa na ka nderuar? A e di si ti 8 miliard njerëz ja kanë haram gryën tënde? Kush e ka bërë këta? Allahu xhelalu ala. 8 miliard njerëz, veç ti e ki Allah gryën tënde. Pse? Veç ti e ki e mundësirë mi Allah çikën tënde dikujt. Se Allah ka thënë haram është. Harama ja prej gryën e huj. A e kupton sa do Allahu xhelalu? A e ki gryë po? Kur kush ta prek? Sa na do Allah i neve kur na ka thënë pasurinë tonë kur kush e prek? Kur kush e prek? Edhe me bo dikush me tentu, me zor, me tamor, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa man qutila duna malihi fa huwa shahid. Me bën dikush me tentu, me zor, me tamor pasurinë, edhe ti të mbroj pasurinë tona i të vret, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allah ja pranon shahid. Se ma ka thënë ligjin, unë kam thonë se prek. Kush guzon me ta prek ti diçka tonë? Kush ta ka siguru? Rabbul Alamin. Andaj ai i cili e ka pruar çka sheria, çka fe, çka islam, çka Kur'an, a tu ta dash mira, a tu dash keqër? Do të mirën. Andaj jeta e mirë të nderuar xhamatli është vetëm përputhje me traditat e Zotit xhelal, me ligjet e Tij dhe në pajtim me harmoni në Kur'anin Allahu xhelal ala. Tjetra të nderuar xhamatli. Çka po vërejna diçka në Ramazan, që s'është jashtë Ramazanit. Se kena asnjëherë jashtë Ramazanit. Agjërimi edhe pse është individual. Ama shidetin kush ja jep? Kolektiv. Komplet bashkë. Apo, që këtë taravi, a kish mujtë mu kanë shidet veç hoxha vetë me dalë? Jo, du të me dalë kej. Për këta sy, lezër, kemi disa vepra të cilët quhen, qëfar? Vepra shoqërore. I thojnë kifaje, apo i thojnë gjemaa, i thojnë në të gjematit. Për këta sy e të ndëruar xhamatli, shumë prej veprimtarive duhet t'i bëjmë për bashkëta që t'ja japim shidetin edhe shijen vetës tonë ata. Të ndëruar xhamatli, a është maknaci me angër buk me dosta, me miq edhe me familjar, a vet? A vet? Kush ha vet? Vet është kopraci. Vet ai i cili s'ka dosta, vet ai i cili s'ka familje. Ama Allahu xhelal nuk e ka bëu njeriu që të han vet, i ka bëu familje. Ja ka dhënë Allahu Ademin këtë xhenetin, çu ka duk interesant. Çu ka duk interesant. Ka ardh Hava, ju ka bëu interesant, se njeri do shoqëri, madje insani është quajt insan se nuk mundet vet. S'mundet vet. Por çemu të ndëruar xhamatli. A keni pa njeriu kur ka familje dhe ka evlad? Ka motiv. Tu punu, a keni pa zakonisht kur i vet njerëzit, se po munohesh për se do evlad o gjë. Ti ushqejna kështu më radh. E mirë. A ka na motiv kjo? Po kjo motiv. Edhe adhurimet përbashkëta janë më të mira. Edhe adhurimet janë përbashkëta më të mira. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadith, namazi atij i cili falet me xhamat është më i mirë për 27 herë se namazi atij i cili falet vet. Një sahabi ka qenë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe një herë i angazhuar me tregtinë e vet, edhe e ka fal namazin e yacijës, u ka lodh, e ka fal namazin e yacijës vet shtëpi. Thot i vetmi namaz që më ka ik me xhamat, a kon çaj namaz, yaci. Qitë ti fletoron tonë aty, ku anë fletoria? Sa yacijat kanë ik pa xhamat? Sa sabat kanë ik pa xhamat? Vesh një yaci thot nga ik, vesh një yaci. Thot edhe njëri prej sahabive më kallzoi se namazi me xhamat është 27 herë më i mirë se namazi me i cili bëhet shtëpi. Thot kur ma tha 27 ndjegi. 27 herë më shumë kanë janë shpërbli këto. Thot edhe erdha te shtëpia i fala dhe 26 yacia. Që ta bëj 27.
Një e ka fal, edhe 26 tjera, ka fal 27. Thot edhe i pash ëndër, e pash një ëndër sahabit të hec. Ishin me pejgamberin sa ngrumull të madh me koaj. Edhe ato po vrapojnë. Thot edhe unë mas tyre pi jap zor kalit, jap i zor, ti mri ata. Vesh një jaci i ka ik. Vesh një jaci. Thot ai fundit çka ka pi grumullit, ai fundit e pas jam të munu shumë. Tha, o vlla, mos u muno se sun nazan. Ne na fal xhami me pejgamberin alayhis salam. Tha, po i kum falën 26 qera, i kum bën 27. Ka thënë, e pikati ki me mor aminin e melaçeve. Ka thënë pejgamberi alayhis salam. Kush e rrok aminin e melaçeve me imamit, me bë me zatë çatar, tu dit bash, ki gjunaz ka i ka ja fal Allahu xhel xelalu. A e ki pa namaz Fatiha çka thojna? Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Kur thoje imami waladdallin, melaçet thojnë amin. Me bo me rok, aminiot, me aminin e melaçeve, ka thënë alayhi salatu wassalam, ki gjunaz Zotit i fol, që ta të shtëpia se ki. Zvin melaçet e ti me thënë atë amin, po vinte imami. Për këtë arsye i ka fal 20, a mund që para minuti sa namazet dush mi fal të shtëpia për në mrije të imami. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, Ramazani po na kallzon e mira e shpërblimeve të mëdha bashk. Andaj Allahu kur e ka bëu farz agjërimin s'ka thonë individuale, s'ka thonë kutiba alejke, po ka thonë kutiba alejkum. Ju e keni obligim. Për këtë arsye na edhe fëmijët i stërvisin, i kanisin, Nino dhe ti, 6 vjet, një ditë po, një ditë jo, 2 ditë po, e kështu pse bashk. Krejt duhet bashk me ninue dhe duhet ku ta shohim dikant që i ban gjuna Allahu, mos ban Allah. Mos ban gjuna. Ban e farzin Allahu xhelel xhelalu. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, duhet t'i bëjmë veprat për bashkëta. A kish pas shidet që tu në xhami mos marke? Mos më mush xhamia, a ka shidet? A ka shihret? A ka mirësi? Jo, mirësia ku të mushet bashk të ndëruar xhamatli. A e dini se numri muslimanëve e kënaq Allahu xhelel xhelalu? E kënaq Allahu subhanahu wa taala. Musa alayhi salatu wassalam kur ataku me Allahu xhelel xhelalu. Lexon surën A'raf, lexon surën Taha, lexon surën Yunus, lexon surën Zukhruf, lexon surën Shu'ara, lexon surën Qasas, u ka taku Musa me Zotin e vet xhelel xhelalu. Edhe ka kallzu Allahu shumë argumente. Për argumentet që e ka pa, është se ekziston një umet i madh i cili do të jetë, sa do të jetë? 2/3 e banorëve të xhenetit. Allah na po fitojnë ya rabbal alamin. 2/3, 120 safe i ka xheneti. 120. A pëlqen safe çështu? Po, çështu ka më rënit Allah për xhenet. Inshallah na po fitojnë ya rabbal alamin. Ama safi nuk ka sa xhami. Safi duke shihet funi. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu i ka bon 120 safe njerëzit xhenetli. A i dini sa janë pikti umeti? 10 safe. 10 safe, 14 janë pite Isa deri te Ademi, kitë bashk. Veç Muhammed a.s. i ka 80 safe. Kër e ka murë vesh këtë muhabet Musa a.s. i ka thonë, o Zot, që të safe të mdoja, a i ban të mitë? A i mi ban në umeti janë? Ka thonë, jo Musa, këto janë për Muhammedin, për Ahmedin janë këto. A i kupton dhe zërsa në ka thonë Allah privilegj. Më konë umeti më të mirit pejgamber Muhammed a.s. A ka ala musliman nuk e njofin pejgamber a.s. Ka ala musliman nuk e din çfarë suneti ka pas pejgamber a.s. Wallahi me na vetë neve që tu dikush përveç xhallarëve. Kur ka lind Muhammed a.s. A mos më gushto o kur ka vdek Muhammed a.s. o gjo parameno Muhammed Mustafa nuk e dina kur ka lind, edhe kur ka ndrujet. E me dve tinim një ashkas beson. Kallëzëm me pak për çket profetin tanë. Kusha ka ki? Qka ka bohe ki? Shko te hoxha. E pse s'po jeti që si muslimani me thonë, ka dalë, mund kallëzëm. Se e njof, se e kam profet. Muhammedur Rasulullah, eshhedu enne Muhammedur Rasulullah, pas herë nditë thirë në dunja. Po këtë asyje të ndëruar xhamatli, 80 safe i ka bo pejgamberit alayhis salatu wasalam, Allahu i nasib xhenetli. Çish bëhet kjo? Ngrumull. Andaj musliman për Ramazanit du të me morë forcën e grumlit, forcën e gjematit, forcën e të qenurit qfar? Të qenurit tok, nga se Allah e do bashkimin, Allah e do në me ba. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa'tasimu bihablillahi jamian, o ju musliman, kap nuk ketë për litarin e Allahit. Wala tatafarraqu, dhe mos undani, sa Allahu rrein darjen. Wallahi keq të musliman që ka jetu në hekna për dunja, as i rezultat se musliman nuk janë një grusht. Se me kanë musliman bashk,
Wallahi s'munët dikush me ba sifir, që si gjendi që ka bojnë shumë për muslimanve, Allah e shlof rahmetin bita. Allah i dihmof, ja Rabbel Alamin. Ti ke ba sifir rahat, ti hangre iftar rahat, atë nguci dikush? Jo, ka njërë së në bojnë iftar, ka musliman së në bojnë sifir, ka musliman nuk di kryen ko e ka, ku nuk e di e vladin ko e ka. Këtë kjo vjen si rezultat, wala të fërrëku, dhe mosu përqani, se wa të dheveri hukum, sepse ju shkon kuveti. Andaj në këtë Ramazan duhet të kuptojmë të ndëruar gjëmatli, se kuveti i muslimanve është në bashkim, kuveti i muslimanve është kur këtë shpirtat janë për një shpirt. Andaj thëtë Allahu Gjelle Gjelaluhu, për atë njeri i cili vrat një njeri pa hak, qka thot? Ke ennema katelen nëse gjemian. Aja si mi pas vrakit njerëzit. Pse? Se kur e vret një njeri pa hak, është si mi pas vrakit njerëzit. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, le ta mësojmë për këtij Ramazanit se jeta e mirë është në Ramazan, jeta e mirë është në adhurim, jeta e qetë është në ibadet, edhe jeta e fortë dhe fuqia e muslimanëve është kur bëhen bashkë. Wallahi mu paskon na vet sunninojshmi. Kallzoj njerëzit kur janë kanë sisteme vështira, diktatoriale dhe komuniste, as me agjëru se kanë ka detyruar me prish. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lam tumirës, hadithin e ka transmetuar Imam Buhariu, i ka thënë sahabive, numrone sa musliman i kam. Dhe janë transmetuar transmetime ndryshme, dikun transmetimi më i madh ka ardhur 120.000 sahabe kanë qenë në haxhin lam tumirës. Për këtë arsye ka thënë alayhi salatu wasalam, o ju musliman, martohuni. Martoni ato gra shka i doni dhe ato shka lindin shumë, sepse unë ditën e kiametit kam u krenue për para Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe para umetet të tjera me numrin e madh juve. E lusim Zotin e madh, Allahu këto dnet që na kanë kalu për Ramazanit t'i ban kabul për neve. E këto ditë që i kemi kalu të agjërimit, Allahu t'i ban kabul për neve. E këto net që na kanë bet ma e mira. Këtu ka mundësi mu ka nata e kadrit. Allahu na mundësot me mirë natën e kadrit, ja Rabbel Alamin. Duke i ba ibadet Zotit, duke i ba ruku, duke i ba sejde, duke i ba dua Zotit ton Gjelle Gjelalu. Duaja me e mirë, këto net që ka mundesh me batë ndëruar që më li cila është, ka thonë Aisha radiallahu anha, një ditë për ditë e kam pitë për nga bërë a.s. Një kom thonë, ja Rasulullah, nëse zanatën e kadrit, qka me thonë? Ka thonë thuaj, o Aisha, Allahumme inneke afuun të hibbul affa fa'fu anni. Për këtë arsye të ndëruar që më li, duaja para se me fitu gjenetin cila me ikpi gjenemi. Ka thonë për nga bërë a.s. Thuaj Aisha, o Allah, ti e falës, ti shlin gjuna, ti e do falin, e do, Allah i ka qef me ti fal gjuna, veç hajde thuj falin, veç hajde ban istighfar, thuj, o Allah, ti e do falin, falmi mu e gjuna, ma në men të ndërum gjëmërli, ma në men, kur dalë në ditë kiametit, as një njeri zgudzon me lip gjenetin, as pengamar nuk e lipin gjenetin, a i dinim se, të jo ditë e madhe, qka lipi njerëz kur dalin për para Zotit, kërkesa e parë, cila, ha, o Zot në liro pi gjarit. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumme gjurni minen nar, o Allah nxjerrën pi zjarmit, o Allah mos më dona. Po këtë arsye lutë shumë Allahun me të hek pi zjarmit, e ku të hekësh pi zjarmit, ta ban Allahu nasib xhenetin e Zotit Gjelle Gjelalu. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Allahu të na ban njerëz të Kur'anit, ta ban njerëz të sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, ta ban Allahu musliman të devotshëm, ta duam njëri tjetrin, ta duam Zotin e Madh te bareke ve teala, ta duam Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, ti duam veprat e mira, ti urrejm veprat e këqija dhe ta mban Allahu te bareke ve teala për atyre të cilët jetojnë si musliman, rritën si musliman dhe ja dorëzojnë shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.